إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apo një jetë mirë, apo një jetë shumë apo. Allahu subhanahu wa ta'ala ndërojmë për të gjitha mirësitë e tij. Dhe dihet se mirësitë e Allahut ndaj nesh janë të pafundme. Mirësitë e Allahut ndaj nesh, edhe nëse përpiqemi të holumtojmë, edhe të numërojmë, nuk do të mundemi. Nga se Allahu subhanahu wa ta'ala thotë: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Edhe nëse përpiqeni të numëroni të gjitha të mirat e Allahut që ka dhënë, ju unë nuk do të mund të dini në fund. Kurse salavatet dhe selamet tona qofshin me pejgamberin tonë Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë besimtarët islam. Siç kemi lajmëruar për ligjëratën e javës së kaluar, tani kemi filluar me një seri të re rreth çështjes së fitneve, rreth çështjes së sprovave. Nga se sprovat, si që kemi po nga definicioni që dietarët e kanë definuar, ata kanë thonë sprov është çdo çështje e cila të largon prej Allahut. Dhe më thonë, pavarësisht se çfarë natyre është ajo, nëse është një punë, nëse është një çështje e cila ty të ka larguar prej Allahut, atëherë dietarët kanë thonë ndije se ajo është sprov për ty, edhe ajo është fitne. Në bazë të kësaj ne shohim se sa shpesh përpiqemi edhe sa shpesh do të thonë përballohemi me sprova të shumta. Dhe sonte para nesh kemi një hadith të pejgamberit alayhi salatu wassalam, të cilin na transmeton Hudhaifa radhiyallahu anhu. Një hadith mballashtor i cili specifikohet lidhur me sprovat edhe fitnet. Në këtë hadith që përcjell pra Hudhaifa radhiyallahu anhu, ai thot: sahabët e pyetnin pejgamberin alayhi salatu wasallam vazhdimisht për hajrin. Pra shokët e pejgamberit thot e pyetnin për çështje të mira. Edhe ne shohim në shumë hadithe të pejgamberit alayhi salatu wasallam kanë ardhur pyetje të sahabëve. Shpeshherë dikush prej sahabëve ka pyetur dërguari i Allahut: cila është vepra më e dashur te Allahu? O i dërguari i Allahut, cila është vepra më e mirë? Cila është kjo? Domethënë vazhdimisht kanë pyetur për hajrin. Kurse Hudhaifa thot: unë e pyetsha pejgamberin alayhi salatu wasalam për sherrin. E pyetsha për të këqijat, thot nga frika që mos të bie në to. Dhe këto e shohim domethënë me ndjepërsinë e Hudhaifës radhiyallahu anhu. E bazë të kësaj pyetje që ka bërë pejgamberi alayhi salatu wasalam na tregon se besimtari duhet ta mësojë edhe të mirën edhe të keqen. Nga se nuk mjafton të mësohet vetëm e mira. Por arsye se nëse fokusohet vetëm në mësu hajrin, vetëm në mësu të mirën, atëherë në momentet që ai përballet me të keqen, nuk do të di se si ta trajtoj ato. Edhe ndoshta nuk do të njoftë të këqijat mjaftueshëm. Pra ai duhet ta mësoj edhe të keqen vetëm me një arsye. Ta mësoj të keqen që ta njoh ato, që ta di se cila është e keqja edhe të largohet prej saj. Dhe Hudhaifa radhiyallahu anhu është fokusuar kështu. Ka thonë ata kanë pyetur për hajrin e unë e pyetja për sherrin. Edhe në këtë rast e pyeta pejgamberin alayhi salatu wasallam, i thash: "O i dërguari i Allahut, ne kemi qenë në një kohë, domethënë para islamit, para se me ardh pejgamberi më shpall, edhe para me fillu me zbrit Kurani,
I thash i dërguari i Allahut, kemi qenë në atë kohë një sherr të madh. Kemi pas, domethënë, sherr të madh në kohën para Islamit. Ignorancë, ka pas padituri, ka pas shirk, ka pas idhujtari, dhe ka pas padrejtësi të shumta, ka pas vrasje, ka pas amoralitet, ka pas plaçkitje. Gjitha të këqijat kanë qenë para kohës së Islamit. Thot pra ne kemi qenë në një sherr të madh. Atëherë thot Allahu na sjellë këtë hajër. Allahu na pruni Islamin, i cili është një hajër i madh. E këtu dhe ndalemi pak. Çka na përkujton kjo fjalë e Hudhaifës? Pra thot, i thash pejgamberit kemi qenë në një sherr të madh para Islamit. E tash Allahu na pruni këtë hajër. Kjo na këshillon kjo pyetje, edhe na përkujton mirësinë e Allahut që na ka sjellë me Islamin. Dhe në një farë formë çdo njeri duhet ta kujtojë në kohën më hershme kur nuk ka qenë praktikues i Islamit. Duhet ta kujtojë kohën kur nuk e ka falë namazin. Duhet ta kujtojë kohën kur nuk e ka njohur tauhidin. Duhet ta kujtojë kohën kur nuk e ka njohur sunetin e pejgamberit. Duhet ta kujtojë kohën kur nuk e ka njohur halalin edhe haramin. Edhe por të kanë qenë barabart krejt, njëjtë. Edhe të krahasoj me kohën tash. Edhe le ta shef se çfarë begatie e ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Le ta di se gjunahet i ka pas më herët. Edhe sa të këqijat i ka pas. Mirë po mjafton e keqja më e madhe se ai në atë kohë nuk e ka falë namazin. Ta në besimtar praktikues, të se në Allahu ka pagatuar me falën në namazit. Le ta kujtoj kohën kur Allahu nuk i ka rënë se ishte asnjëherë. Fatkeqësi. Edhe le ta kujtoj kohën tash kur është. Se Allahu e ka begatuar që tjetë prej atyre të sërët i binë në sejdë dhe Allahut 5 herë në ditë. Allahu e ka bagatuar që të mos harroj krijuesin e tij. Allahu e ka bagatuar që të bëjmë mirënjohës ndaj Allahut. Se krejt këto të mira që na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Gjithë këtë çënie që na ka dhënë, gjithë këtë përsosmëri që na ka dhënë, të gjitha këto të mira materiale që na ka jap, të gjithë këtë rahati që na ka jap në këtë kohë. Edhe prap të mos kujtohet që ta falë namazin, atëherë kjo është fatkeqësia e plotë. Domethënë si t'ia kthejë Allahut me falënderim krejt të mira, nuk mund t'ia kthej asnjëherë, s'mundet. Sepse të mirat e Allahut, si thash fillim, janë pafund, nuk mund t'i dinë kërkush. Domethënë ka të mira që i shohim, po ka halo akoma shumë të mira të mëdha që mendja jonë është e paaft mi pa. Sepse mendja ne kemi të kufizuar, edhe të paaft, edhe ato të mira Allah njëherë nuk e shohëm. Mirë po ando janë. Por këtë arsye nuk mundet me dalë falëndërimit Allahut askush. Mirë po prapë se prapë duhet më mundu me qenë në rënë falëndërues. Për këtë arsye Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kur e ka pa pejgamberin alayhi salatu wasallam që është falë namazin e natës, sa që ju kanë ajë këmbët. Edhe Aisha radhiyallahu ta'ala ka pas dhe mshuri për pejgamberin. Edhe ka thonë dërguari i Allahut, pse po falë shka atë natën? Duke ditë se Allahu t'i ka falë krejt të lëshimet e mundshme. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thonë, atë bos si im në rob falëndërues. Për këtë arsye pse Allahu mi ka dhënë gjitha këto të mira, atë bos e falënderoj Allahun duke falë namazin e natës. Pra pyetja e Hudhaifës radhiyallahu anhu duhet na përkujtoj në mënyrë që ta dimë se çfarë mirësie na ka sjellë Allahu me Islamin edhe me praktikimin e Islamit, vetëm ta krahasojmë kohën më herët kur kemi qenë jo praktikues, që ndoshta Allahu nuk na ka rënë me kur asnjëherë, rradh. Tash krahasoja atë situatë. Krahasoj shoqërinë që e kanë pas. Krahasoj veprat e këqija që i ka pas njëri, domethënë para se të udhëzohet edhe ta njoh Islamin, ta njoh halalin edhe haramin, ta njoh Kur'anin edhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Prandaj Hudhaifa e ka ditë këtë mirësi edhe i ka thonë pejgamberit. Mirë po. Pastaj ka vazhdu, ka thonë, Allahu na sjellë këtë hajër, Islamin. Mirë po ka thonë, mas këtij hajri, a ka me pas sherr prap? Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasallam i ka thonë po. Këtu pejgamberi ka tregu se që ky hajër nuk ka me vazhdu gjithë. Edhe ajo e keqja, sherrin nuk ka vazhdu gjithë. Ka ardhur Islami edhe ka përfundu. Pastaj ka ardhur Islami me pejgamberin alayhi salatu wasallam. Ka ardhur Islami me sahabët në kulminacion. Edhe kanë shiu sahabët. Mirë po, ai është friksu për besimin e tij, për imanin e tij, ka thonë që ky hajër që është, a ka me vazhdu gjithë, mirë po ka me pas që ka me ardhur një sherr, është friksu. Dhe më thonë, që ka qenë preokupimi i sahabëve? Ai nuk i ka thonë e dërguari i Allahut që to pasuri që i kena, a kanë më në paksu, ose a kanë më arfëri, a në i luft, a dhe shka jo, se ka piti. Po ka thonë që ke mirësi e Islamit e ka me vazhdu gjithë. Atër pejgamberi asëm ka thonë jo, ka me arë një sherr. Po ka thonë e mas që ti sherrë që vjen, mas i ka ardhur Islami, pas janë arë një sherr. Po pas ti sherrë, ka me ardhur hajër, ka thonë po. Dhe kjo pyetje edhe kjo bash bisedim e Hudhaifës me pejgamberin alayhi salatu wasallam na tregon se fitnet janë të tilla, sprovat janë të tilla. Dhe më thonë, ka kohë besimtari kalon në situatat mira, në situata stabiliteti, në mirëqenje, polit përgatitet se ajo nuk vazhdon gjithë. Ka më përgatit për situata më të rënda. Mirë, po edhe kur vjen e keqja, le ta di se ajo nuk vazhdon gjithë, ka me përfundu një ditë. Pra i ka thonë, mas hajrit Islamit, a ka me orë një sherr po, e mas të sherr, a ka me orë hajr po. Mirë, po ka thonë që ky hajr që vjen, ka thonë pejgamberi asam, ka me pas turbullira, ka me pas tym, egull, dhe me thonë, ka me qenë një hajr i përzirë, ka me pas edhe të këqi anë to. Atëherë ka thonë, e ka pyet Hudhaifa, ka thonë, e ajo turbullira e këtij hajri, me qenë se është hajr, mirë, po pas ka turbullira anë to, ka thonë, çka janë ato turbullira? Ka thonë ato turbullira janë disa njerëz nga ummeti im, të cilët nuk do të shkojnë sipas udhëzimit tim. Nuk do të shkojnë sipas sunetit tim. Edhe ka thonë ti ke me pa punë të mira të ta, mirë po ke me pa edhe punë të këqija. Edhe kjo është situatë që dhe më thonë ka ndodhë, edhe është duke ndodhë. Dhe më thonë ka hajr, ka mirësi, mirë po ka edhe turbullira, ka edhe të këqija, dhe me thonë është e përzira keqja me të mirën. Dhe këtu pejgamberi asam i ka thonë, ti ke me pa për këtyre njerëzve, edhe pse janë në Islam, ka me pas edhe të këqija në mesin e tyre. Nuk ka me qenë hajri i pastërt, absolut, që ka qenë më herët, në kohën e pejgamberit edhe në kohën e sahabëve. Mirë po i ka thonë, pastaj e ka pyet, prap. E ka thonë, mas që ti hajri, i cili nuk është i qartë, i cili në hajrë ka dhe disa të këqija në të. Ka thonë, a do të vijen në i sherr tjetër? Atër pejgamberi sa më ka thonë, po. Do të vijen një sherr, edhe ka thonë, cilë është ai sherr, ka thonë, disa thirrsa, të cilët që ndrojnë në dyert e xhehenamit, edhe i thrasin njerëzit për të hyrë aty. E kjo është fatkeqësia. E kjo është sprova në fe. Kjo është që do të përgatitet besimtari, sepse i thot pejgamberi alayhi salatu wasallam do të vijë një sherr me disa thirrsa. Dhe me thonë janë disa thirrsa në dyert e xhehenamit, thot pejgamberi, edhe i thrasin njerëzit me hyrë aty. Pra qëllimi është janë disa thirrsa të cilët i thrasin njerëzit në vepra të këqija, i thrasin njerëzit në ato gjunahe, që ato gjunahe kanë me qenë njerëzit në xhehenem. Mirë, po çka është fjala thirrsa? Ata i thrasin njerëzit. Çka është fatkeqësia këtu? Që këta thirrsa, edhe pse vetë janë të këqij, nuk mjaftojnë me të keqen e vete, veç për veten e tyre, mirë po i thrasin edhe të tjerët. E çka është fatkeqësia që sqaruam në javën e kaluar, nëse këta thirrsa i thrasin njerëzit në dyshime, i thrasin njerëzit në vepra të këqija duke u masku sikur se janë të mira.
Edhe këto është rreziku. Pra kur njerit i paraqitet devijimi me petkun me veshin e udhëzimit. Pra në pamje ne është me duket si e mirë pa mranda është sprovë edhe fatkeqësi. Edhe kjo është një prej sprovave, Allah subhanahu wa taala na ruaj prej saj. Kështu që pra i thot pejgamberi alayhi salatu wasallam thirrësa. Dhe sot sa shumë janë këta. Nga se mjetet nëpërmjet të cilave punojnë janë të shumta. Ka prej atyre të cilat do të thonë thrasin për ta fiju islamin. Ka prej atyre të cilët thrasin për ta njollos islamin. Ka prej atyre të cilët thrasin për ta njollos pejgamberin alayhi salatu wasallam dhe biografinë e tij. Ka prej atyre të cilët thrasin për të njollos sahabët, për të fiju sahabët, për të anashkalu sahabët. Ka prej atyre të cilët thrasin që mos mi kushtu rëndësi shokët pejgamberit alayhi salatu wasallam. Ka prej atyre të cilët thrasin që ajo kohë ka kalu, është e kaluar, nuk vlen për këtë kohë. Ka prej atyre të cilët shumë harame, që ere vonë kanë qenë të qarta harame, sot i maskojnë, edhe thojnë, jo, nuk janë halalash, nuk ka të keqe. E shumë çështje, dhe me thonë, që në realisht thrasin që të veprohen ato të këqija. Atër, i thot Hudhaifa radiallahu anhu, thot, ai dërguari i Allahut që ta thirrsa, të cilët propagandojnë për vepra të këqija, edhe i thrasin njerëzit për ndyrët e xhehenamit, ka thonë mi përshkruaj, mi trego si duken ata. Atër thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, hum qaumun min jiddatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Ka thonë ata janë nga mesi jon, sikur na, edhe flasin me gjuhën tonë. Dhe me thonë do të flasin arabisht, edhe do të jenë nga mesi arabëve, edhe sa do është kjo. Ka dhe me thonë mesin arabëve, të cilët flasin gjuhën arabe, të cilët dhe me thonë përkatësohen me islamin, mirë po realisht, thrasin në punë të këqija, thrasin në praktikë të islamit, thrasin në praktikë të sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe fatkeqësi të shumta. Atëherë i thot Hudhaifa, o i dërguari i Allahut, më trego se çfarë të veproj nëse unë takohem me ta. Nëse unë arri atë kohë kur do t'jenë këta thirrsa që do të thrasin në punë të këqija, atëherë nëse unë jam në atë kohë, do t'jetoj në atë kohë, më këshilla se çfarë të veproj. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam i thot, ti që ndron me atë bashkësinë e muslimanëve, edhe me udhëhecin e tyre, pra që ndron me xhamatin e muslimanëve, ata të cilët janë praktikues të islamit, ata të cilët e kanë organizuar jetën islame me udhëhecin e tyre, thot ti rrin bashkë me ata, mos u përçaj. Mirë po thot ai dërguari i Allahut. E nëse është një kohë kur muslimanët janë të përçarë, nëse është një kohë kur muslimanët nuk janë bashkë, kur muslimanët nuk kanë udhëhec, atëherë si të veproj? A shef, pra Hudhaifa radiallahu anhu nuk kalon imtësin pa e pyet në mënyrë që ta njohë të vërtetën edhe si të qëndrojnë në të vërtetën. Atëherë i ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam, nëse është në një kohë që muslimanët nuk janë të organizuar, nuk kanë shtet, nuk kanë udhëhec, nuk kanë komunitet, atëherë ka thonë mbaraktisi krejt grupet që janë, edhe nëse vjen puna mu ka për një pemë, rri për qatë pemë, edhe rri vetën, mos më bashkan gjithë me askënd, me ato grupe, sepse secili grup thret në ideologjinë e vetë, secili grup thret në metodologjinë e vetë, atëherë ka thonë ti që ndronë në sunetin tim, edhe ka po qoftë edhe për një pemë, edhe mos rri me askënd. Këtu pra, pejgamberi alayhi salatu wassalam tregon se besimtari nuk duhet të bashkangjitet grupacioneve të cilët janë në formë të partive, sekteve, të cilët kanë slogane të caktuara, të cilët kanë metodologji dhe program të caktuar,
sepse kështu nuk është suneti i pejgamberit alayhi salatu wassalam. I mjafton besimtarit që ta njohë Kur'anin edhe sunetin, që të njohë dietarët e sunetit dhe të shkojë sipas këshillave të tyre. Të qëndrojnë në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe është pyetja tjetër, sahabia tjetër që e ka bërë pejgamberit në ngjashëm. Kur Irbad ibn Sariya ka treguar mas namazit të sabat, kur i ka këshilluar pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe i ka thonë sahabëve, cilët do të jush do të jetojnë më gjatë, ka me pa mos pajtime të shumta, përçarje të shumta, sprova të shumta. Atëherë ka thonë i dërguari i Allahut, e çfarë po na këshillon? Ka thonë, unë ju këshilloj që në atë kohë ju kapuni veç ashtu çfarë kam thonë unë, edhe çfarë kanë thonë sahabët e drejt edhe halifet mas meje. Nëse do të qëndrojsh në çat pikë në këto çështje, atëherë edhe pse të tjerët janë të përçarë, edhe pse ka trazira, edhe pse ka paqartësi, edhe pse ka tym, ti kime qeni sigurt, edhe ti kime qeni shpëtuar, sepse të ty timin nuk vjen, sepse paqartësi të ti nuk vjen, por arsye se ti je në udhëzimin e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe udhëzimin e sahabëve. Që kjo është domethënë sot, edhe sot përjetojmë nga këto sprova, të gjitha këto që i ka paraqur pejgamberi alayhi. Dhe i shohim se ka trazira të shumta, ka luhatje të shumta, ka instabilitet. Por besimtari si të shpëtoj? Përpiqet atë sa ka mundësi që ta njohë sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasallam, këshillat e tij në ibadete, në trajtimin me njerëzit, se si të sillet me tjerët, se si të sillet në këto situata, se si të sillet me një person i cili ka dalë, proklamohet si hoxh, proklamohet si politikan, proklamohet si këshillues, proklamohet si ekspert, dhe në rrjetet sociale jep këshilla, atëherë atë besojmë, atë mos i besojmë. Qysh mund me dallu qartë, shkurt, mundën me dallu nëse ai në fjalët e tij thirrët, në fjalët e Allahut, thirrët në hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam, sipas asaj që e kanë shpjeguar edhe kanë kuptuar sahabët. Jo tjetë personi i tillë i cili po thotë unë kam hadithin, mirë po hadithin e shpjegon çysh ka vet. Mirë po hadithin e shpjegon duke mos u kthy çfarë kanë thënë sahabët. E nëse është person i tillë, dihet qartë që është një person i sherrit. Këtë ka sqaruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Prandaj vazën në gjithë këto paqartësi, rrjetet sociale që e kanë shkaktuar këtë kohë sot, besimtari duhet të fokusohet në njohjen e sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, këshillave të tij, porosive të tij, ta njoh jetën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, ta lexoj biografinë e tij edhe të sahabëve, me të vërtetë aty është udhëzimi dhe shpëtimi i tij, domethënë nga sprova. Dhe sprova më e vështirë, sprova më e rrezikshme është domethënë sprova në fe. Nëse besimtari të rrezikohet feja e tij, nëse besimtari të rrezikohet besimi i tij, akidja e tij, që kjo është që duhet më friksu, qysh na ka treguar vetë Hudhaifa. Wallahi, çështjet e tjera materiale, aspekti i dunjas është i thjesht, kurrë nuk është. Çka është, domethënë, luhatshmëria në fenë e Allahut. Sepse nëse njëri luhatet në punën e fesë, nëse njëri ka lshu pa në punën e fesë, nëse njëri ka devijuar në aspektin e fesë, wallahi nëse krejt këtë botë m'ia fal, nuk i kryen punën, edhe asgjë domethënë nuk do t'i duhet, por arsye se kjo jetë është shkurt, edhe krejt pasurinë, edhe krejt dunjan m'ia fal, atina nuk do t'i kryj punë, se jeta është domethënë është e shkurt, edhe nuk do të mund ta shfrytëzoj. Mirë, po çështja kryesore është besimtari që të jetë stabil në fenë e tij, duke ditë se pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka treguar për shkak të mëshirës së tij, për shkak të dëmshurisë së tij ndaj nesh, ai ka thënë sahabëve, unë nuk friksohena për juve për varfëri. Domethënë nuk friksohena se ju keni me kon fukara, ju ka thënë sahabëve. Përkundrazi, ka thënë më shumë të friksohena që juve t'ju shtohet pasuria e të habin e masaj dhe t'ju shkatroj dunjaja qysh i ka shkatru ata që kanë qenë para jush. Edhe kjo është një sprovë. Pra pejgamberi asam në ka hek gajlen për këtë punë.
Ka thënë nuk friksohen për varfëri për juve. Mirë po përkundrazi, friksohen atë që kam jashtu pasuria e kam ju habit. Se e tillë është pasuria. E tillë është dunjaja. Më thonë njeri habitet masaj. Sepse Allahu e ka kriju kështu me natyrshmëri. Pra nëse besimtari nuk stabilizohet, nëse besimtari nuk balancohet, të gjitha çështjet e dunjas nuk i balancon ashtu siç duhet sipas Islamit, atëherë ato kanë marrë me veti, sikur se thotë Allahu subhanahu wa taala enhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Allahu thotë ju ka habit, ju ka shpërqendru interesimi për me pas shumë. E që kjo interesimi për me pas shumë është e përgjithshme. Me pas shumë pasuri, me pas shumë fëmijë, me pas familje, me pas pushtet, me pas atë. Dhe Allahu thotë enhaakum, ju ka habit, ju ka mashtru. Hatta zurtumul maqabir. Dhe që kjo habije e juja, për me pas ma shumë, thotë Allahu ka mjë zgjatë, deri sa të vizitoni e varrezat. Në më dhëndejnë në kohën e vdekjes. Do të habitën njeri, vazhdimisht. Deri në çastet e fundit të jetës. Dhe këta ne ka tregu Allahu. Mirë po çka? Besimtari duhet, sikur se ka thonë Allah azza wa jall, wala tansa nasibaka min ad-dunya. Mos harro hisën të ande të dunjas. Më thonë ki një hisë në dunja dhe mos e harro, sepse ajo është pjesë e jetës. Ajo është pjesë me të cilën ti ke me jetu, ke mu shërby. Mirë po qëllimi është që ajo hisë e dunjas duhet me qenë në shërbim të andin, jo ti me qenë në shërbim të saj. Pra që besimtari duhet me jetu në këtë dunja, dhe duhet me shërzu këtë dunja për me jetu. Dhe nuk duhet me jetu për dunja. E kundër të duhet me qenë. Kretë që ka i kemi këtë të mirat të Allahut. Sikur se sahabët që i kanë pas, ka pas për i tyre dhe më thonë sahab të aftë, sahab të shkath të cilë Allah subhanahu wa taala ka dhënë sukses edhe në aspektin e dunjas, edhe në aspektin material. Mirë po çka? Krejt ato të mira që Allah ka dhënë i kanë shfrytzuar në rrugën e Allahut. Dhe as pak nuk i ka habit, as kush nuk ka qenë më i pasur se Abu Bekri. As kush nuk ka qenë më i pasur se Umeri edhe se Uthmani radhiyallahu taala anhum. Tregtar të shkath. Mirë po krejt atë tregti, këtë atë biznes e kanë kanalizu në diçka që e banë Allahun të kënaqur. Dhe Allah subhanahu wa taala ka dhënë në dunjan edhe ahiretin. Allah subhanahu wa taala lusim që ne sukses. Allah në zgjënjën e lusim që të na ruaj nga gjitha ato sprova të cilat domethënë janë të dukshme dhe të padukshme, të qarta dhe të paqarta. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.